21. 5 namazet ditore. Allahu i madhërisëm ka urdhëruar faljen e namazit farz, kurse Muhamedi a.s. ka rekomanduar faljen e namazit sunet. Edhe namazi farz dhe namazi sunet falen afërsisht në të njëjtën mënyrë, kurse dallimi është në atë që lexohet në qëndrimin në këmbë dhe gjatë uljes. Kemi cekur më parë se namazet mund të kenë 2, 3 dhe 4 rekate. Nëse dallimi ekziston në sasinë apo në përmbajtjen e lexuar, synimi i të gjitha namazeve është i njëjtë: arritja e kënaqësisë së Allahut të Madhërisëm. Namazi i sabahut. Namazi i sabahut ka 4 rekate, 2 rekate sunet dhe 2 rekate farz. Së pari falet suneti e pastaj farzi. Namazi sunet i sabahut bëhet njët kështu: unë vendosa të falë në emër të Allahut sunetin e sabahut, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. Pasi bëjmë tekbirin fillestar, i lidhim duart, qëndrojmë të qetë dhe lexojmë Subhaneke, Eudhu Billahin, Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Kur mbarojmë leximin, bëjmë rukun dhe 2 sejdë, ngrihemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pastaj bëjmë rukun dhe 2 sejdë dhe ulemi në gjunjë. Në uljen e fundit lexojmë etehijatin, salavatet dhe duat dhe japim selam. Me këtë u krye namazi sunet i sabahut. Atëherë ngrihemi dhe bëjmë njët namazin farz të sabahut. Meshkujt para njetit të namazit farz duhet të këndojnë ikametin. Njeti i farzit të sabahut bëhet: unë vendosa të fal në emër të Allahut farzin e sabahut, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. Namazi i drekës ka 10 rekate, 4 rekate sunet, 4 rekate farz dhe 2 sunet të fundit. Së pari falen 4 sunet, e pastaj farzi dhe në fund suneti i fundit. Namazi sunet i drekës bëhet njët kështu: unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e drekës, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. Pastaj bëjmë tekbirin fillestar, i lidhim duart, qëndrojmë të qetë dhe lexojmë Subhaneke, Eudhu Billahin, Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Kur e përfundojmë leximin, e kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe ngrihemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pas këtij veprimi kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe ulemi në uljen e parë. Dhe lexojmë vetëm etehijatin, pas salavate. Atëherë themi Allahu Ekber dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Në këtë rekat lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pastaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe sërish ngrihemi në rekatin e katërt dhe lexojmë po atë që lexuam në rekatin e tretë. Pastaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe pastaj ulemi në uljen e fundit dhe lexojmë etehijatin, salavatet, duan dhe japim selam. Me këtë veprim falet suneti i drekës. Namazi farz i drekës ka 4 rekate. Ulja bëhet pas rekatit të dytë dhe të katërt. Njeti bëhet si vijon. Unë vendosa të fal në emër të Allahut farzin e drekës, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. 3 rekatet e para falen njësoj sikurse farzi i akshamit, por duke u ngritur pas rekatit të tretë në rekatin e katërt. Edhe në rekatin e katërt lexojmë Bismillahin dhe surën Fatiha pa sure. Pastaj kryejmë rukun, 2 sejdë dhe uljen e fundit dhe japim selam. Me këtë veprim u përfundua namazi farz i drekës. Suneti i fundit i drekës ka 2 rekate dhe falet pas farzit. Njeti bëhet kështu: unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e fundit të drekës, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi.
Suneti i fundit falet sikurse edhe namazi sunet i sabahut dhe akshamit. Namazi i ikindis. Namazi i ikindis ka 8 rekate, 4 rekate sunet dhe 4 rekate farz. Së pari falet suneti e pastaj farzi. Namazi suneti i ikindis bëhet njët kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e ikindis, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Pasi bëjmë tekbirin fillestar, i lidhim duart, qëndrojmë të qetë dhe lexojmë Subhaneken, Eudhu Billahin, Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Kur e përfundojmë leximin, bëjmë rukun dhe 2 sejdë dhe ngrihemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pastaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë, ulemi në uljen e parë dhe lexojmë etehijatin dhe salavatet, për dallim nga suneti i drekës. Atëherë themi Allahu Ekber dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Në rekatin e tretë lexojmë Subhaneken, Eudhu Billahin, Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pas kësaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe sërish ngrihemi në rekatin e katërt dhe lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pastaj sërish bëjmë rukun dhe 2 sejdë dhe atëherë ulemi në uljen e fundit dhe lexojmë etehijatin, salavatet, duat dhe japim selam. Me këtë ka përfunduar suneti i ikindis. Namazi farz i ikindis ka 4 rekate. Falet sikurse farzi i drekës. Njëti bëhet kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut farzin e ikindis, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Namazi i akshamit. Namazi i akshamit ka 5 rekate, 3 rekate farz dhe 2 rekate sunet. Së pari falet farzi e pastaj suneti. Namazi farzi i akshamit bëhet njët kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut farzin e akshamit, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Pasi bëjmë tekbirin fillestar, i lidhim duart, qëndrojmë të qetë dhe lexojmë Subhaneken, Eudhu Billahin, Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Kur e përfundojmë leximin, kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe ngrihemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexojmë Bismillahin, surën Fatiha dhe një sure tjetër. Pastaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe ulemi në uljen e parë dhe lexojmë vetëm etehijatin, pas salavate. Pastaj themi Allahu Ekber dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Në rekatin e tretë lexojmë Bismillahin dhe surën Fatiha, pas sure. Pastaj kryejmë rukun dhe 2 sejdë dhe ulemi në uljen e fundit. Dhe lexojmë etehijatin, salavatet, duan dhe japim selam. Me këtë është kryer farzi i akshamit. Atëherë ngrihemi dhe bëjmë njët sunetin e akshamit kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e akshamit, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Suneti i akshamit falet njëjtë sikurse edhe suneti i sabahut. Namazi i jacis. Namazi i jacis ka 13 rekate, 4 rekate sunet, 4 rekate farz, 2 sunetet e fundit dhe 3 rekate të namazit të vitrit. Suneti namazit të jacis bëhet njëjtë kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e jacis, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Suneti i namazit të jacis falet po ashtu sikurse suneti i namazit të ikindis. Farzi i namazit të jacis ka 4 rekate. Falet njëjtë sikurse farzi i namazit të drekës dhe ikindis. Njëti bëhet kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut farzin e jacis, duke u kthyer drejt kiblës. Allahu është më i madhi. Suneti i fundit i jacis ka 2 rekate dhe falet njëjtë sikurse falet suneti i fundit i drekës apo suneti i sabahut dhe akshamit.
njeti bëhet kështu. Unë vendosa të fal në emër të Allahut sunetin e fundit të jacis, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. Namazi i vitrit. Namazi i vitrit është namazi veçantë, i cili falet pas sunetit të fundit të jacis. Namazi i vitrit ka 3 rekate. Njeti bëhet si vijon. Unë vendosa të fal në emër të Allahut namazin e vitrit, duke u kthyer drejt kibles. Allahu është më i madhi. Ky namaz falet sikurse farzi i akshamit, por dallon në lexim në rekatin e 3. Pasi lexohet Bismillahi, surja Fatiha dhe një sure tjetër, ngrihen duart, sikurse te tekbiri fillestar, duke shqiptuar Allahu Ekber. Pastaj duart lidhen dhe atëherë lexohet duaja e kunutit. Kur e përfundojmë duan e kunutit, kryejmë rukun, 2 sejdë dhe uljen e fundit dhe japim selam. Nëse namazi i vitrit kalon, duhet ta kompenzojmë, ta bëjmë kaza. Duaja e kunutit. Duaja e kunutit lexohet në rekatin e 3 të namazit të vitrit, pasi të lexohet Bismillahi, surja Fatiha dhe një sure tjetër. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nuthni 'alayka al-khayr wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار Përkthimi. O Allah, ne vetëm nga ti kërkojmë ndihmë dhe nga ti kërkojmë falje dhe prej teje udhëzim kërkojmë. Ne ty të besojmë dhe ty me pendim të drejtohemi dhe te ti mbështetemi. Ty të lavdërojmë në mënyrën më të mirë. Ty të falenderojmë për begatit dhe nuk të jemi mos mirënjohës dhe mohues. Ne e lëm dhe e braktisim atë që nuk të bindet. O Allah, vetëm ty të adhurojmë, ty të bëjmë namaz dhe ty të bëjmë sejdë. Drejt teje nxitojmë dhe ty të shërbejmë. Shpresojmë mëshirën tënde dhe druajmë nga ndëshkimi yt. Ndëshkimi yt padyshim që u bie mohuesve.